Horoskopi për javën 19 deri në 25 maj 2025. Çfarë parashikojnë yjet për secilën shenjë? Dashi. Hyrja e Saturnit në shenjën tuaj më 24 maj shënon fillimin e një cikli të ri 2 vjeçar që fokusohet në ndërtimin e themeleve të qëndrueshme për të ardhmen. Ky tranzit ju inkurajon të merrni përgjegjësi të reja dhe të përqendroni në qëllime afatgjata. Ndërkohë, hyrja e diellit në binjak në 20 maj sjell një valë të re energjie duke nxitur komunikimin, mësimin dhe lidhjet shpirtërore. Kjo është një periudhë e favorshme për të ndarë idetë tua dhe për të zgjeruar rrjetin tuaj social. Karriera dhe financat. Kjo javë sjell lajme të mira në fushën profesionale. Mund të përballeni me sfida të reja që kërkojnë përkushtim dhe disiplinë, por përpjekjet tua do të shpërblehen. Është një kohë e përshtatshme për të marrë iniciativa dhe për të treguar aftësitë tua udhëheqëse. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në aspektin romantik, ndikimi i Neptunit ju inkurajon të tregoni ndjeshmëri dhe durim. Nëse jeni në një marrëdhënie, është koha për të thelluar lidhjen përmes komunikimit të hapur dhe mirëkuptimit. Për beqarët mund të lindi mundësi të reja romantike, veçanërisht në rrethana të papritura. Shëndeti dhe mirëqenie. Ndikimi i Marsit ju jep energji të bollshme, por është e rëndësishme të balanconi aktivitetin fizik me pushimin. Praktikat relaksuese mund t'ju ndihmojnë të ruani ekuilibrin emocional dhe të përballoni stresin. Numrat me fat për dashin janë 1, 9, 18. Dita me fat e shtunë 24 maj. Kjo ditë shënon hyrjen e Saturnit në shenjën tuaj, duke e bërë atë një moment të rëndësishëm për të vendosur qëllime dhe për të ndërmarrë hapa të guximshëm drejt realizimit të tyre. Këshilla e javës. Përdorni këtë javë për të vendosur qëllime të qarta dhe për të vizualizuar suksesin tuaj. Shkruaj qëllimet tuaja dhe përsërit afirmime pozitive çdo ditë për të forcuar besimin në vetvete dhe për të tërhequr energji pozitive. Demi. Kjo javë sjell një përzierje të introspeksionit dhe mundësive për rritje personale. Me diellin që kalon në binjak më 20 maj, fokusi zhvendoset drejt çështjeve financiare dhe vetvlerësimit. Është koha për të rishikuar qëllimet tua dhe për të vendosur plane të qëndrueshme për të ardhmen. Karriera dhe financat. Në fillim të javës mund të ndiheni të nxitur për të eksploruar mundësi të reja profesionale. Është një kohë e përshtatshme për të marrë iniciativa dhe për të treguar aftësitë tuaja. Megjithatë, keni kujdes në marrëdhënie me kolegë. Komunikimi i qartë duhet për të shmangë keqkuptimet. Financiarisht kjo javë ofron mundësi për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë investime të mençura. Është e rëndësishme të analizoni me kujdes çdo ofertë apo marrëveshje për të siguruar stabilitetin tuaj afatgjatë. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në aspektin sentimental mund të ndiheni më të ndjeshëm dhe të prirur për introspeksion. Është një kohë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tua dhe për të adresuar çdo çështje të pazgjitur. Për ata që janë në një lidhje, komunikimi dhe ndershmëria do të forcojnë lidhjen tuaj. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që i ndan vlerat dhe interesat e tyre. Shëndeti dhe mirëqenia. Energjia juaj mund të luhatet gjatë javës, prandaj është e rëndësishme të kujdesesh për veten. Kushtoj vëmendje sinjaleve që trupi të dërgon dhe mos neglizho nevojat e tua fizike dhe emocionale. Numrat me fat 6, 2, 8, 5, 3. Dita më me fat e marta 20 maj 2025. Këshilla. Besoni në aftësitë tuaj dhe mos lejo që dyshimet të pengojnë përparimin tuaj. Është një kohë e mirë të marrësh vendime të rëndësishme dhe hapa drejt qëllimeve që ke. Binjakët. Kjo javë shënon një pikë these për binjakët, pasi më 20 maj dielli kalon në shenjën tuaj, duke sjellë një valë të re energjie, optimizmi dhe vetbesimi. Ky është fillimi i vitit tuaj personal, një periudhë ideale për të vendosur qëllime të reja dhe për të ndjekur pasionet tua me vendosmëri. Jupiteri sjell gëzim dhe aventurë, duke inkurajuar të përqafoni përvoja të reja dhe të zgjeroni horizontet tuaja.
Karriera dhe financat. Në aspektin profesional, kjo javë është e favorshme për të eksploruar mundësi të reja dhe për të ndjekur projekte që kërkojnë kreativitet dhe komunikim të mirë. Intuita juaj e fortë do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të mençura. Financiarisht, është e rëndësishme të bëni zgjedhje të mençura dhe të shmangni rreziqet e panevojshme. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në jetën sentimentale, kjo javë sjell mundësi për të thelluar lidhjet ekzistuese dhe për të krijuar marrëdhënie të reja. Mund të ndiheni më të hapur dhe të gatshëm për të ndarë ndjenjat tua, gjë që do të forcojë lidhjet me partnerin ose me persona të rinj që mund të takoni. Është një kohë e mirë për të shprehur dashurinë dhe për të ndërtuar besim të ndërsjellë. Shëndeti dhe mirëqenia. Shëndeti juaj është i qëndrueshëm këtë javë, por është e rëndësishme të kujdeseni për mirëqenien mendore dhe emocionale. Siguroni që merrni pushim dhe ushqehu në mënyrë të shëndetshme. Numrat me fat 5, 7, 14, 23, 32. Këto numra janë të lidhur me planetin Mërkur dhe përfaqësojnë energji që përputhen me natyrën tuaj kurioze dhe komunikuese. Dita me fat e martë 20 maj 2025. Këshilla e javës për binjakët: afrohen mundësi të mira në karrierë dhe duhet të marrësh vendime të rëndësishme që mund të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen tua profesionale. Energjia e kësaj jave është ideale për të manifestuar dëshirat tuaja më të thella. Kalojmë tani tek horoskopi për gaforën. Gaforja. Kjo javë sjell ndryshim të rëndësishëm energjie për gaforët. Me diellin që kalon në binjak më 20 maj, vëmendja juaj zhvendoset drejt çështjeve të brendshme dhe nevojës për qetësi mendore. Gaforja. Kjo javë sjell ndryshim të rëndësishëm energjie për gaforët. Me diellin që kalon në binjak më 20 maj, vëmendja juaj zhvendoset drejt çështjeve të brendshme dhe nevojës për qetësi mendore. Është një kohë e përshtatshme për të reflektuar mbi rrugëtimin tuaj dhe për të vendosur qëllime të reja. Karriera dhe financat. Në aspektin profesional, kjo javë mund të sjellë mundësi për rritje dhe njohje. Saturni që kalon në Dash më 24 maj ndikon në sferën tuaj të karrierës, duke ju shtyrë të merrni përgjegjësi të reja dhe të vendosni objektiva afatgjata. Është një kohë e mirë për të planifikuar hapat e ardhshëm në rrugtimin tuaj profesional. Financiarisht është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm me shpenzimet dhe të shmangni investimet e rrezikshme. Rishikoni buxhetin tuaj dhe përqendrohu në stabilitetin afatgjat. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në jetën sentimentale mund të ndiheni më të ndjeshëm dhe të prirur për introspeksion. Është një kohë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja dhe për të adresuar në çdo çështje të pasgjidhur. Për ata që janë në lidhje, duhet të komunikojnë dhe të jenë të ndershëm me njëri tjetrin. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ka interesa të ngjashme me to. Shëndeti dhe mirëqenia. Energjia juaj mund të luhatet gjatë javës, prandaj kujdesuni për vete. Bëni praktika relaksuese dhe kujdes me sinjalet si ndonjë dhimbje koke apo shpine. Numrat me fat janë 2, 7, 11, 6, 8. Dita me fat e shtu 24 maj. Këshilla: përdore këtë javë për të vendosur qëllime të qarta drejt suksesit tuaj. Luani. Kjo javë sjell një shpërthim të energjisë krijuese dhe mundësi për të marrë rolin e liderit. Me diellin që ndriçon shtëpinë tuaj të miqësive dhe bashkëpunimeve, është koha të përfshiheni në projekte të përbashkëta dhe të shfaqni aftësitë tuaja udhëheqëse. Energjia juaj magnetike do të tërheqë njerëz të ri dhe do forcojë lidhjet ekzistuese. Karriera dhe financat. Në aspektin profesional, kjo javë është ideale për të marrë iniciativa dhe për të treguar aftësitë tuaja udhëheqëse. Bashkëpunimet dhe projektet në grup do të jenë veçanërisht të suksesshme.
Është një kohë e mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të planifikuar investime afatgjata. Kujdes, mos merrni vendime të nxituara financiare, analizoni çdo hap me kujdes të madh. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në jetën sentimentale, energjia juaj e zjarrt do të sjellë pasion dhe emocion. Është një kohë e mirë për të shprehur ndjenjat tua dhe për të forcuar lidhjet romantike. Beqarët mund të takojnë dikë në aktivitete sociale ose prej miqve të përbashkët. Për çiftet, kjo javë ofron mundësi për të thelluar intimitetin dhe për të eksploruar dimensione të reja të marrëdhënies. Shëndetje dhe mirëqenie. Energjia juaj këtë javë është në kulm, por është e rëndësishme të balanconi aktivitetin me pushimin. Kujdesuni dhe për dietën, sigurohuni që merrni mjaftueshëm gjumë për të përballuar ritmin e ngjeshur të javës. Numrat me fat 1, 5, 9, 14, 23, dita më me fat e diela 25 maj. Këshilla e javës. Shijoni çdo moment të energjisë tuaj, por kujdesuni dhe për pushim. Relaksi do t'ju nevojitet patjetër. Gjëresha. Kjo javë sjell një kombinim të fuqishëm të energjive për virgjëreshët, duke ju ofruar mundësi për të përparuar në karrierë dhe për të forcuar marrëdhëniet personale. Me diellin që kalon në binjak më 20 maj, vëmendja juaj zhvendoset drejt sferës profesionale, duke ju inkurajuar të merrni hapa të guximshëm drejt qëllimeve tua. Karriera dhe financat. Në aspektin profesional, kjo javë është ideale për të rishikuar objektivat tua dhe për të marrë veprime konkrete drejt arritjes së tyre. Energjia e diellit ndikon në shtëpinë tuaj të karrierës, duke ju dhënë mundësinë të shfaqni aftësitë tua dhe të tërhiqni vëmendjen e eprorëve. Financiarisht është një kohë e mirë për të planifikuar dhe për të kërkuar këshilla nga ekspert financiar. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në jetën sentimentale, kjo javë është një mundësi për të forcuar lidhjet tuaja me partnerin. Është e rëndësishme që të jeni të hapur dhe të sinqertë. Shmangni keqkuptimet. Ndonjëherë një llafe e thënë me nxitim mund të jetë fillimi i krizave. Shëndeti dhe mirëqenia. Shëndeti është i mirë, por është e rëndësishme të kujdeseni për anën emocionale. Duhet të qetësoni ndaj bëni shëtitje në natyrë që mund t'ju ruajnë në ekuilibrin tuaj emocional dhe fizik. Sigurohuni që merrni mjaftueshëm pushim dhe ushqeu në mënyrë të shëndetshme. Numrat me fat 3, 5, 7, 9, 14, 23 dhe dita me fat e mërkur 21 maj. Këshilla e javës. Përdore këtë javë për të vendosur qëllime duke u bazuar në aftësitë tua dhe mos lejo që të tjerët të pengojnë përparimin tuaj. Peshorja. Kjo javë sjell një val energjie të freskët për peshorën, me diellin që kalon në binjak më 20 maj, duke ndriçuar shtëpinë tuaj të udhëtimeve, arsimit dhe rritjes personale. Është një kohë ideale për të eksploruar horizonte të reja përmes udhëtimeve, mësimeve apo përvojave kulturore. Energjia e kësaj jave ju inkurajon të dilni nga rutina dhe të përfaqësoni mundësi të reja që zgjerojnë horizontet tua. Karriera dhe financat. Në aspektin profesional, kjo javë është e favorizuar për të ndjekur projekte që krijojnë kreativitet dhe një mendim jashtë kufive. Mund të shfaqe mundësi për bashkëpunime ose për të ndjekur ndonjë kurs. Financiarisht është një kohë e mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të planifikuar investimet afatgjata. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në jetën sentimentale, energjia e kësaj jave ju sjell pasion dhe emocion. Është një kohë e mirë për të shprehur ndjenjat tua dhe për të forcuar lidhjet romantike. Beqarët ndoshta takohen me dikë në udhëtime. Për çiftet, kjo është një mundësi e mirë për të thelluar intimitetin dhe për të eksploruar njëri tjetrin në një tjetër aspekt. Shëndeti dhe mirëqenia. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kujdes me emocionet. Sigurohuni që të marrësh ujë mjaftueshëm dhe të pushosh. Numrat me fat 7, 14, 21, 28, 35.
Dita me fat e marta 20 maj 2025. Këshilla e javës me fillimin e sezonit të binjakëve dhe ndikimin e Jupiterit në shtëpinë tuaj të udhëtimeve, kjo javë mund të sjellë mundësi për zgjerim personal dhe profesional. Akrepi. Kjo javë sjell një valë energjie transformuese për akrepët, duke ju inkurajuar të përqafoni ndryshimet dhe të rishikoni prioritetet tuaja. Me diellin në binjak më 20 maj, vëmendja juaj zhvendoset drejt çështjeve të thella personale dhe financiare, duke ju ofruar mundësi për t'u rritur. Karriera dhe financat. Në aspektin profesional, kjo javë është e favorshme për të marrë përgjegjësi të reja dhe për të treguar aftësitë tua udhëheqëse. Është një kohë e mirë për të rishikuar strategjitë dhe për të bërë ndryshime që mund të sjellin përfitime. Financiarisht është e rëndësishme të bësh zgjedhje të mençura dhe të shmangësh rreziqet e panevojshme. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në jetën sentimentale, kjo javë është një mundësi për të thelluar lidhjet dhe për të zgjidhur çështjet të pazgjidhura. Është një kohë e mirë për të qenë të hapur dhe të sinqertë me partnerin tuaj. Shëndeti dhe mirëqenia. Shëndeti juaj është i qëndrueshëm, por duhet të praktikosh meditim dhe yoga ose shëtitje në natyrë. Numrat me fat janë 8, 11, 17, 23, 29. Dita më me fat e mërkura 21 maj 2025. Këshilla e javës. Kjo javë sjell një valë energjie pozitive për akrepët, duke ju ofruar mundësi për të përparuar në karrierë dhe për të marrë vendime të rëndësishme që ti duhet t'i shfrytëzosh për të ardhmen tuaj profesionale. Shigjetari. Në përgjithësi, kjo javë është pozitive për shigjetarët. Kështu ju inkurajoni të përqafoni ndryshimet dhe të ndiqni pasionet tuaja. Vëmendja juaj zhvendoset drejt marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve, duke ju ofruar mundësi për rritje dhe zhvillim. Karriera dhe financat. Në aspektin profesional, kjo javë është e favorshme për të marrë përgjegjësi të reja dhe për të treguar aftësitë tua. Është një kohë e mirë që të rishikosh strategjitë tua dhe mund të bësh ndryshime që deri tani ju kanë penguar. Financiarisht është e rëndësishme të bësh zgjedhje me intuit dhe të shmangësh rreziqet që mund të dalin gjatë rrugës. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në planin sentimental, kjo javë sjell mundësi të mira për çiftet. Është një kohë e mirë për të kaluar me partnerin dhe duhet të shmangni keqkuptimet dhe të jeni të sinqertë. Beqarët janë të prirur të takojnë dikë të veçantë këtë javë. Shëndeti dhe mirëqenia në përgjithësi është i mirë, por gjithsesi duhet të bësh edhe relaks sepse gjatë ditës së mërkurë mund të kesh ngarkesë fizike. Për sa i përket numrave me fat, 3, 9, 14, 21, 27. Dita më me fat është e njëjtë 22 maj. Këshilla e javës. Kjo javë është pozitive për shigjetarët, ndaj duhet të shfrytëzosh mundësitë që të përparoni në karrierë dhe të merrni vendime të rëndësishme që do të ndikojnë për t'ju rritur profesionalisht. Bricjapi. Kjo është një javë e rëndësishme për bricjapët. Ka ndikime të fuqishme astrologjike që nxisin reflektim dhe organizim. Kalimi i diellit në binjak më 20 maj sjell energji të reja në rutinën tuaj të përditshme, ndërsa hyrja e Saturnit në Dash më 24 maj hap një cikël të ri 2 vjeçar që kërkon përkushtim dhe disiplinë në jetën tuaj personale dhe profesionale. Karriera dhe financat. Në aspektin profesional, kjo javë është e favorshme për të rishikuar objektivat tua dhe për të bërë plane afatgjata. Hyrja e Saturnit në Dash më 24 maj thekson rëndësinë e strukturës dhe disiplinës në arritjen e qëllimeve tua. Është një kohë e mirë për të shmangur strategjitë tua dhe për të bërë ndryshime.
Dashuria dhe marrëdhëniet. Në jetën sentimentale, lidhjet ekzistuese duhet të zgjidhin çështjet të pazgjidhura. Është një kohë e mirë që të jeni të hapur dhe të bëni biseda të sinqerta. Beqarët duhet të njohin dikë gjatë aktiviteteve të përditshme. Shëndeti dhe mirëqenia. Shëndeti juaj është i qëndrueshëm këtë javë. Duhet të shkoni të bëni yoga, meditim dhe dalje në natyrë, të cilët mund të sigurojnë një ekuilibër të brendshëm shpirtëror. Për sa i përket numrave me fat, 4, 8, 17, 22, 26. Këto numra janë të lidhur me stabilitetin, disiplinën dhe suksesin, cilësi që ju përputhen me natyrën tuaj ambicioze. Dita më me fat e diel 25 maj. Këshilla e javës: hyrja e Mërkurit në Binjak më 25 maj do të ndikojë në rutinën tuaj të përditshme dhe mirëqenie. Shfrytëzoni këtë në përmirësimin e shëndetit tuaj mendor dhe fizik. Ujori. Kjo javë sjell një energji të fuqishme për ujorët, duke ju inkurajuar të përqafoni ndryshimet dhe të ndiqni pasionet. Me diellin në Binjak, vëmendja juaj do zhvendoset drejt marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve. Ndikimi i Saturnit në Dash në 24 maj thekson rëndësinë e strukturës dhe disiplinës për arritjen e qëllimeve tuaja. Karriera dhe financat. Në aspektin profesional, kjo javë është e favorshme për të marrë përgjegjësi të reja për të treguar aftësitë tua udhëheqëse. Është një kohë e mirë që të rishikosh strategjitë e deritanishme dhe duhet të bësh ndryshime që mund të sjellin më tepër përfitime. Financiarisht është e rëndësishme të bësh zgjedhje të mençura dhe të shmangësh rreziqet që mund të dalin gjatë javës. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në jetën sentimentale, kjo javë është e mirë për të thelluar lidhjet ekzistuese dhe për të zgjidhur disa çështje që janë pezull. Është një kohë e mirë që të flisni dhe të bisedoni. Për beqarët, mund të ketë rrethana të papritura. Shëndeti dhe mirëqenia. Shëndeti juaj është i qëndrueshëm këtë javë, por është e rëndësishme të kujdeseni për mirëqenien emocionale. Sigurohuni që të pushoni, të bisedoni me njerëz që ju japin një energji pozitive dhe të kaloni momente të këndshme në natyrë. Për sa i përket numrave me fat, 11, 22, 33, 44, 55. Këto numra janë të lidhur me stabilitetin, disiplinën dhe suksesin, cilësi që përputhen me natyrën tuaj ambicioze. Dita me fat e Mërkur 21 maj 2025. Këshilla e javës. Shfrytëzo çdo mundësi që të jepet këtë javë për të përparuar në çështjet e karrierës dhe për të marrë vendime të rëndësishme personale. Peshqit. Kjo javë sjell një frymë të re për peshqit, me lëvizje të rëndësishme planetare që do ndikojnë pozitivisht në jetën tuaj personale dhe profesionale. Do të fillojë një fazë e re rritje dhe stabiliteti. Energjitë e reja ju ndihmojnë të përqendroheni në ndërtimin e vetvlerësimit dhe të përmirësoni marrëdhëniet me të tjerët. Karriera dhe financat. Në aspektin profesional, intuita juaj e fortë do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të mira. Është një kohë e mirë për të eksploruar mundësi të reja dhe për të ndjekur projekte që kërkojnë kreativitet dhe ndjeshmëri. Financiarisht, kjo javë mund të sjellë përfitime të papritura, veçanërisht nëse keni qenë të përkushtuar dhe të durueshëm në përpjekjet tua. Dashuria dhe marrëdhëniet. Në jetën sentimentale, kjo javë favorizon thellimin e lidhjeve ekzistuese dhe krijimin e lidhjeve të reja. Mund të ndjeni më të hapur dhe të gatshëm për të ndarë ndjenjat tua, gjë që do të forcojë lidhjet me partnerin ose me persona të ri që mund të takoni. Është një kohë e mirë të shprehni dashurinë dhe të ndërtoni një besim të ndërsjellët që mund të shkoni gjatë. Shëndeti dhe mirëqenia. Shëndeti juaj është i mirë këtë javë. Vazhdoni në rutinën tuaj, bëni ushtrime fizike dhe shëtitje në natyrë.
Numrat me fat 11, 22, 34, 55. Dita më me fat 21 maj 2025. Këshilla e javës. Kjo javë energjie pozitive për peshqit duhet shfrytëzuar në mundësitë që ju jep për të zhvilluar në aspektin profesional dhe në të ardhmen tuaj të ndritur. Duhet të merrni vendime të rëndësishme me mençuri. Ky është horoskopi për javën që vjen. Ju urojmë të gjithëve një javë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.